Ne ju drejtuam edhe Ministrisë së Punëve të Jashtme, ku pyetëm nëse kemi një marrëveshje me shtetin italian për njohjen e certifikatave elektronike dhe si mund të zgjidhet ky problem. Për pyetjen e parë nuk na u kthye përgjigje, por na thuhet se rastin që bëni prezent e kemi hasur edhe më parë, për të cilët kemi organizuar një takim gjithëpërfshirës me autoritetet italiane në Rom dhe jemi drejt zgjidhjes. Kuptojmë që marrëveshje nuk ka dhe jemi rikthyer rrugës së vjetër, lëshimi i certifikatave me vulë të njom, që njëkohësisht është edhe kosto për qytetarët. Shërbimin e marrjes së dokumentave online është përcaktuar në vendimin e Këshillit të Ministrave 252 datë 29/4/2022. Në atë VKM shprehet qartë që shërbimet janë vetëm online, sepse nuk mund të funksionojnë dy standarde brenda një shteti. Ky sugjerim dhe aq më keq nëse është bërë praktik në drejtorinë e përgjithshme e gjendjes civile, për mua është totalisht e palishme. Një, se bie ndesh me VKM-n, dhe e dyta, ajo që ka rrezik më të madh, është që të fusi në kolaps një shërbim. Dhe nëse mund të sjellë dhe pasoja edhe më të rënda në lidhje me marrëdhëniet mes shteteve, sepse nuk mund të krijojë drejtoria e përgjithshme e gjendjes civile një dualitet që nuk e njeh ligji. Nëse nuk zgjidhet kjo, atëherë Ministria e Brendshme le t'i propozojë Këshillit të Ministrave ndryshimin e VKM 252.